Që përket prokurisë, ne besojmë, ne kemi shpresën, sepse ato po restaurojnë dosjen e Zidanianit dhe braset shtetërore që ndon nga baza e gjithë hetimit është vendimi i gjykatës Strasburgut dhe gjykatës lartë. Atje kanë dhënë piketa, planin si çfarë veprime shëtimore dhe përgjegjësinë penale. Është i krim shtetëror dhe ajo përgjegjësi, madje kush e ka do t'i përcaktojnë gjykata se dihet çështja do të gjykatë. Qartë. Zoti Bledian Koka ka një pyetje për ju, zoti Nikaj. Zoti Nika, mirëmbrëma. Ju shpesh flisni për drejtësinë që kërkoni për nipin tuaj dhe me drejtë është kjo. Pyetja ime është kjo. Çfarë do të quajë për ju drejtësi konkretisht? Pra kush do duhet të dënohet, sepse ne kujtojmë që drejtësia ka dhënë dy vendime. Së pari për ish komandantin e gardës Andrea Prendi dhe për atë që quajtur si qici Andrea Agim Lupo. Dhe kam dhe një pyetje tjetër pastaj. Juve çfarë ndjeni kur shikoni që një njeri që konsiderohet si ish komandanti i grupit të zjarrit, mos gabojmë ish kryebashkiaku i Matit, emrin, sot është deputeti i Partisë Socialiste. Ju kur shikoni që partia, si më thënë, për cilën ju mblidheni dhe gjithmonë e përkujton, si më thënë, nipin tuaj dhe tre tjerët që ranë 21 janar, sot ka në radhë të saj ish komandanti i grupit të zjarrit si deputet. A mendoni që minimalisht ky njeriu që është aty në Partinë Socialiste, sa të vërteta që i ka parë, i ka konstatuar me urdhër, duhet ja kisha thënë Partia Socialiste dhe Partia Socialiste mund të ishte sot edhe në krahun tuaj për dhënë, po themi, prova shtesë që ata që ju i konsideroni, si me thënë, fajtor të marrin dënimin e merituar. Këto dy pyetje kam. Po t'i përgjigjëm pyetjes dytë, ne nuk kemi qenë dakord vetë dhe kemi jo protestuar, po ngritur si problem se ky gardisi që mbulonte detyrën e komandantit grupit të zjarrit nuk do të ishte në radhë të Partisë Socialiste. As më tepër të zgjidhesh kryetar bashkie dhe së fundi komandant. Deputet. Por ky vendim i këtij parlamentit ose i Partisë Socialiste për ne ishte i padrejtë. Ky nuk thashë edhe tash, ai çështjen e tim edhe me siguri duhet të ketë materiale dhe spaku do të servoj pozitën e tij në ngjarje. Që sa vërtet ai ishte komandant, nuk duhet të ishte deputet. Dhe ishte komandant i grupit zjarrit. Dhe zoti ishte as deputet, dhe as kryetar bashkie. Ndërkohë sa i takon faktit, çfarë do të quani ju drejtësi për 21 janarin? Pra sipas jush kush do duhet të dënojë që për ju të ishte, si më thënë, drejtësia e bërtë? Jo, nuk lidh me partinë. Jo, s'po them për partinë, po them për individet. Pra ju vetë nga gjithë informacionet që keni marrë, kë konsideroni përgjegjës për 21 janarin që mendoni që drejtësia nuk e ka dënuar dhe duhet ta dënojë? Përgjegjësi për 21 janarin nuk e kemi individualen. Ashtë ky e pasaj. Dhe krimin e 21 janarit e ka pranuar ish ministri i Brendshëm i kohës, ka thënë kemi vrarë qytetarët në demonstrat, por vrasit në gjetime. Te thot edhe ish kryeministri. Të këto të japin shpjegime. Nuk kemi thënë ne ose Partia Socialiste, po marrë atë si ka organizuar mitingun që janë vrarë se i shumë në për të vratja. Ato te ndan drejtësia, për ne thëmë drejtësia nuk është dhënë dhe në pozitat që është sot është e vështirë, thash, se në luftë politike midis majtës, thash, edhe djathtës në pozitë. Nuk si mund t'i përcaktojmë nesë. Ne kemi po pa di, kemi po kallëzim. Sali Berishës, Luzin Bashës dhe Andrea Prendi. Te përcakton prokuria, nesë drejtësia se prokuria është organ tjetër. Mund t'jetë shtu, mund mos t'jenë kjo çështje fakti. Për ne thëmë se kjo është e komplikuar, edhe si jetim është i komplikuar, se njëri thotë, si shta dhe drejtuesi e emision, njëri thotë se të vramë me ligj, jeti thotë nga pa ligj. Të e ndamë vetëm drejtësia.
Zoti Nika, ju falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt dhe shpresojmë që drejtësia të bëjë drejtësi dhe mos mblidhemi sërish për vjetorin e radhës dhe të themi që realisht është... Për vjetori s'ka lidhje me drejtësinë. Timorja s'ka lidhje me drejtësinë. Zoti Nika, faleminderit. Të thajën? Ju falenderoj Zoti Nika për gjithë lidhjen e drejt për drejt. Jo, aty që është punë, se Libori s'ka lidhje me drejtësinë. Kush s'ka lidhje? Jo, tha për kujtimorja dhe drejtësia dy gjëra të ndara. E qartë, në inshallah zgjidhet deri vitin tjetër. Zoti Nika, faleminderit. Faleminderit e juve për pyetjen gjithë.